Në çdo reality show, por edhe në jetën reale, një nga skenaret që zgjon më shumë kurreshtje, debat dhe përfshirje emocionale është ai i personit të tretë. Është një formulë e vjetër sa vetë marrëdhëniet njerëzore, por që kur nuk humbet forcën e saj dramatike. Një lidhje që deri dje duke e qëndrueshme, e qartë ose të paktën e pranuar nga të gjithë, pa pritur tronditet. Ekuilibrat emocional prishen, rolet ndryshojnë dhe personazhet detyrohen të rishikojnë jo vetëm ndjenjat e tyre, por edhe imazhin që kanë ndërtuar për veten. Publiku nga ana tjetër nuk mbetet kurrë indiferent. Ai ndahet në kampe, krijon narrativa paralele, zgjedh të drejtin dhe të gabuarin, ndërton teori, gjykon motive dhe projeksionon përvoja personale mbi historitë që shfaqen në ekran. Pikërisht këtu qëndron forca e këtij skenari. Nuk është thjesht një histori dashurie, por një pasqyrë emocionale ku secili sheh diçka nga vetja. Rastet e Big Brother VIP Albania, me trekëndëshin Casey, Stelina Ina, dhe ato të Big Brother VIP Kosova, me Limin, Albën dhe Dolcen, janë shembuj tipik të kësaj dinamike. Në të dyja formatet kemi histori që ose kanë nisur jashtë shtëpisë, ose janë ndërtuar brenda saj, por që vihen seriozisht në provë nga hyrja e një personi të ri. Ky person nuk vjen thjesht si një konkurrent tjetër, por si një element destabilizues që ndryshon rrjedhën e ngjarjeve. Personi i tretë si katalizator emocional. Në shumicën e rasteve, personi i tretë nuk krijon problemin, por e nxjerr atë në pa. Një lidhje që ishte vërtet e fortë do të rezistonte më lehtë ndaj tundimit, por në realitet shumë marrëdhënie mbahen gjallë nga rutina, siguria apo frika për të mos mbetur vetëm. Hyrja e dikujt të ri sjell një krahasim të pashmangshëm. Ndjenja e vjetër përballet me emocionin e freskët të panjohur, shpeshherë më intensiv. Te Casey, ky krahasim u pa qartë. Raporti i tij me Stelinën duke i përcaktuar, por jo domosdoshmërisht i përfunduar emocionalisht. Afrimi me Inën solli jo vetëm emocione të reja, por edhe një reflektim të thellë mbi atë që ai vërtet kërkonte. Publiku e pa këtë proces në kohë reale. Hezitimet, justifikimet, përpjekjet për të mos u dukur i gabuar, por edhe dorëzimin gradual ndaj ndjenjave të reja. Zgjedhja si moment kulmor i dramës. Një nga elementet më të fortë dramatik në këto histori është momenti i zgjedhjes. Jo zgjedhja e thënë drejt për drejt, por ajo që ndërtohet gradualisht përmes sjelljes, fjalëve, distancës dhe afrimit. Publiku nuk pret vetëm një deklaratë, por lexon çdo detaj për të kuptuar se nga po anon zemra e protagonistit. Te Limi, situata u bë edhe më komplekse për shkak të lidhjes së tij jashtë shtëpisë me Albën. Kjo e vendosi atë në një pozicion delikat, mes përgjegjësisë morale ndaj një raporti ekzistues dhe emocioneve që po lindnin me Dolcën brenda izolimit. Ky konflikt i brendshëm u shndërrua në një spektakël emocional, ku çdo veprim i tij interpretohej si tradhti, hezitim apo sinqeritet, në varësi të këndvështrimit të publikut. Personi i tretë, figurë negative apo zëj së vërtetës. Në perceptimin kolektiv, personi i tretë shpesh stigmatizohet. Ai ose ajo shihet si prishës i një lidhjeje, si dikush që ndërhyn aty ku nuk i takon. Por nga një këndvështrim tjetër, personi i tretë është thjesht pasqyra që tregon se ndjenjat nuk janë më aty ku supozohej se ishin. Ina dhe Dolce, për shembull, u përballën me etiketime të ndryshme nga publiku. Për disa, ato ishin arsyeja e prishjes së ekuilibrave. Për të tjerë ishin thjesht personazhe që vepruan sipas ndjenjave të tyre, pa qenë përgjegjëse për vendimet e të tjerëve. Ky polarizim i mendimeve e mban historinë gjallë dhe ushen debatin publik. Reality show si laborator emocionesh. Big Brotheri si format i amplifikon maksimalisht këto situata. Izolimi nga bota e jashtme, mungesa e familjes, miqve dhe rutinës së përditshme, bën që emocionet të përjetohen më fort dhe më shpejt. Një afrim që në jetën reale do të zgjaste muaj, këtu ndodh brenda ditësh. Një dyshim i vogël shndërrohet në krizë, një simpati në ndjenjë të fortë. Kamerat 24/7 nuk lën hapësirë për fshehje. Çdo shikim i zgjatur, çdo ndryshim toni apo qëndrim trupi analizohet nga publiku, rrjetet sociale dhe opinionistët. Kjo e vendos protagonistin në një presion të jashtëzakonshëm. Ai nuk po zgjedh vetëm për veten, por edhe në sytë e miliona shikuesve. Pse publiku identifikohet kaq shumë? Në thelb, këto histori funksionojnë sepse prekin frikëra dhe dëshira universale. Frikën për të zëvendësuar, për të mos qenë më i mjaftueshëm, por edhe dëshirën për të qenë zgjedhja e parë, jo kompromisi. Çdo spektator gjen veten në njërin nga rolet. I lëni pas i tunduar nga diçka e re, apo ai që hyn papritur dhe ndryshon gjithçka. Dhe pikërisht kjo e bën publikun të mos i heqë syt nga ekrani.
Tre këndëshat Casey, Stelina, Ina dhe Limi, Alba Dolce nuk janë thjesht histori reality show, por rrëfime emocionale që flasin për marrëdhëniet njerëzore në formën e tyre më të sinqertë, më të brisht dhe më të vërtet. Ato na kujtojnë se dashuria nuk është lineare, se zgjedhjet janë të vështira dhe se ndjenjat, sado të kontrolluara të duken, gjithmonë gjejnë mënyrën për të dalë në sipërfaqe. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.